Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër e motra, kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë që në emër të Bashkisë Islame të Kosovës, organeve dhe institucioneve të saj, dhe në emrin tim personal, që uroj festën e Kurban Bayramit, e cila vjen si rezultat i kryerjes së haxhit dhe prerjes së kurbanit, dy obligime themelore në Islam, të cilat kryhen në kohë të caktuar dhe në mënyrë të caktuar, me të cilat shfaqet mëshira e Allahut për besimtarët. Haxhi dhe kurbani determinojnë secila në mënyrën e vet vlerat më fisnike e më madhore për individin dhe shoqërinë. Kurban Bayrami është festë që ka në vete vlerën e sakrificës, devotshmërisë, solidaritetit, humanitetit, drejtësisë e barazisë mes njerëzve, me vete bartë porosinë e mirëqenjes dhe paqes mbar njerëzore. Sot në rafshnalët e Arafatit, besimtarët nga të gjitha viset e botës, me përkushtimin më të madh falenderojnë Allahun dhe i luten atij për mëshirë e falje, për të vazhduar nesër me prerjen e kurbanit, duke rikujtuar mëshirën e Allahut. Në këtë ditë feste madhështore, thras të gjithë njerëz të vullnetit të mirë, që të jenë më human e solidar, më mëshirues e tolerant, të ndihmojmë njëri tjetrin, skamnorët, jetimet, të vetmuarit dhe të gjithë ata që kanë nevojë. Ashtu si që shpërndan qielli mëshire për udhëtimtarit tokave që i përshkon, ashtu edhe njerëzit bujar që ndihmojnë të tjerët, bëhen pretekst që mëshira e Allahut të shkojë tek nevojtarët, jetimet dhe të vetmuarit. Allahu Gjeleshanu thot: O njerëz, të gjithë ju jeni para Allahut të varfër dhe nevojtar, vetëm Allahu është i pasur dhe i denjë për lavdërim. Me rastin e kësaj feste, thras të gjithë besimtarët që në zemrën dhe shpirtin e tyre të shëndrit besimi sinqert, besimi i cili motivon dhe fuqizon zemrat tona për unitet dhe vëllazërim mes njerëzve. Porosis që në mes nesh të mos ketë divergjenca interesa parciale të çfarë do lloji qofshin ato, të bashkojmë forcën e besimit, ato intelektuale, guximin për të ecur përpara të sigurt. Kjo është edhe porosia e Kurban Bayramit, e cila qëndron fuqishëm mbi parimet kuranore dhe porositë e Muhamedit alayhis salam. Mbi këtë Allahu Gjeleshanuhu thot: Mos u përçani ndërmjet veti, se do të dobësoheni e do të humbni fuqinë tuaj. Të nderuar besimtar, dëshiroj që në emër të Bashkisë Islame të Kosovës edhe një herë t'ju uroj festën e Kurban Bayramit të gjithë vëllezërve e motrave tona, brenda trojeve tona dhe mërgatës, kudo që ata gjenden. Në këtë festë të madhe, kam nderin që edhe një herë t'u uroj e përgëzoj për 100 vjetorin e shtetësisë dhe pavarësisë së Shqipërisë, duke lutur Allahun për unitet, mirëkuptim, tolerancë, mirëqenie, harmoni, begati, lumturi e mbarësi për të gjithë njerëzit. Me fat, festa e Kurban Bayramit.